Përshëndetje të gjithëve. Sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave u miratua projekt vendimi për dërgimin e një toke nga Forcat Armatose të Republikës së Shqipërisë tek brigada shumë komshe që ndodhet në Romani. Ky projekt vendim është në vijim të gjitha angazhimeve të qeverisë shqiptare për një angazhim shtesë në misionet ndërkombëtare. Një Republika e Shqipërisë gjithashtu bëhet pjesë e brigadës shumë komshe në Romani, si pjesë e krahut juglindor dhe mbrojtjes që Aleanca ka parashikuar për këtë pjesë të Ballkanit dhe për këtë pjesë të rajonit ton. Jam i bindur që ky mision shtesë është në vazhdim e gjitha misioneve të tjera që ne kemi dhe angazhimi i trupave tanë do të jetë i tillë që do të ndikojë në forcimin e sigurisë edhe në rajonin e Romanisë edhe në këtë shtet dhe pjesëmarrja e forcave tona duke pasur edhe eksperiencë të mëparshme është gjithmonë në kuadër të sigurisë kolektive të Aleancës. Kjo sa i përket këtij projekt vendimi. Fiorella Beleshi Adysyenen, zoti ministër edhe dje në konferencë tha që këtë vit Shqipëria do të plotësojë kushtin që ka nga NATO për sa i përket edhe gjithë buxhetit që të arrijë mbi 2% e kërkuar. Por këto premtime keni bërë edhe në vitin 2025 dhe keni thënë që e kemi plotësuar, por NATO thotë që jo nuk e keni plotësuar. Ndërkohë, para disa javësh miratuar në Këshillin e Ministrave edhe një marrëveshje me në parim, një marrëveshje huaje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës rreth $300 milion për në fushën e mbrojtjes. A është kjo uha që ju do merrni për të përmbushur edhe detyrimin që keni nga NATO dhe për çfarë do përdoren ato para? Faleminderit. Në raport me ato që ju thatë lidhje me buxhetin e mbrojtjes, buxheti i mbrojtjes për vitin që shkoi është realizuar në gjitha financimet e brendshme në mbasën mbi 90%, kështu që besoj që ai buxhet që është alokuar tek Ministri i Mbrojtjes është realizuar. Kjo sa i përket vitit 2025, sa i përket vitit 2026, Shqipëria me aktin normativ ka rritur shpenzimet jo në masën 2.2% që ishin tashmë të alokuara me ligjin e buxhetit, por i ka rritur ato duke i çuar në 2.6% të produktit brendshëm brut. Kjo rritje është rritje jo vetëm që ndodhet në Republikën e Shqipërisë, por në të gjitha vendet e NATO-s. Të gjitha shpenzimet po shkojnë deri asaj që quhet shtegu i besueshëm i shpenzimeve për të arritur 5% brenda vitit 2035, që është angazhimi i samitit të Hagës, dhe në Ministrinë e Mbrojtjes këto para tashmë janë të alokuar në masën 2.6% GDP-s, nga të cilat një pjesë shkojnë për ato që quhen shpenzime kryesore të mbrojtjes dhe shpenzimet e tjera ato që quhen shpenzime të lidhura me mbrojtjen. Përputhje me ato strategjitë dhe ato doktrina që janë të miratuara nga Aleanca, pra nga NATO, lidhje me shpenzimet. Marrëveshja që ju referoni është një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për marrjen në forcat armatose të disa sistemeve pajisjeve dhe mjeteve që forcave të armatosura i duhen për të përmbushur kapacitetet e vendosura nga NATO. Të gjitha shpenzimet që ndodhen në Ministrinë e Mbrojtjes dhe pjesën e tyre më të madhe shkojnë për modernizimin e forcave të armatosura. Kjo që po ndodh me mbrojtjen nuk është një qasje e izoluar, nuk është një qasje selektive, është një qasje e cila është konsekuente. Forcat armatosura kanë një plan për zhvillimin e tyre, i cili nuk ka filluar sot, nuk po zhvillohet sot, por është në vazhdimsi. Kjo kredi që është marrë lidhet patjetër me marrjen e këtyre aseteve dhe këtyre mjeteve, sistemeve për forcat armatosura. Shpenzimet që do kryen janë në përputhje me ato që janë deklaruar dhe nuk ditë kemi në vit që ne si kemi kryer shpenzimet që kemi pas alokuar tek buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes. Edhe sa përket vitit 2026, atë përse unë mund të shpjegoj edhe më në detaj. Këto shpenzime shkojnë në përputhje me atë që është vendosur në samitin e Hagës. Ne jemi një shtek të besueshëm sa i përket shpenzimeve, 2.6% vetëm tek buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes, pa llogaritur këtu shpenzimet e tjera që ne kemi tek Agjencia Kombëtare e Sigurisë Kibernetike apo tek Ministria e Infrastrukturës si lidhet me ndërtimin e korridorit 8, i cili konsiderohet një korridor sigurie nga Aleanca. Besoj që gjitha këto shpjegime i hedhin dritë mbi shpenzimet e mbrojtjes. Shpenzimet e mbrojtjes nuk realizohen per se për të kryer shpenzime, por janë shpenzime që lidhen me kapacitetet, me sigurinë kombëtare, me marrjen e pajisjeve dhe mjeteve që duhen për të përmbushur kapacitetet objektivat të asaj që ne kemi në mbrojtjen kolektive. Besoj që kjo e shpjegon pyetjen. Zoti Ministër, Bekim Bici, Ora News, kam dy pyetje. Pari, përsa i përket bordit paqes. Kosova ka marrë hapa konkret, ju i dini tashmë, për dërgimin e trupave në Gaza. Shqipëria, a do të dërgoj dhe kur do të dërgoj trupat në Gaza dhe nëse është përcaktuar deri në këtë momente në cilën zonë? Dhe së dyti, përsa i përket mbajtjes së samitit të NATO-s, a do të mbahet në vitin 2027 në Shqipëri? Në Shqipëri e dim, por viti a është caktuar, do të jetë 2027 siç ka qenë më herët apo është ndryshuar? Faleminderit. Në lidhje me pyetjen e parë që lidhet me pjesën e dërgimit të trupave në Gaza,
javën që vjen, me shumë mundësi do marrëdhënim Këshillin e Ministrave vendimin. Do jemi këtu prapë javën që vjen dhe do të diskutojmë. Shqipëria ka marrë një angazhim, dhe angazhimi lidhet kryesisht me faktin që ne do dërgojmë oficerë shtabi në shtabin e forcës ndërkombëtare stabilizuese, ashtu siç ne kemi marrë një angazhim tek bordi i paqes. Shqipëria do të jetë pjesë e këtyre trupave. Kemi bërë një mision rikognizioni, pra shqyrtimi i territorit, rrethanave, kushteve në Gaza. Pas atij misioni ne do të dërgojmë oficerët e shtabit që do bëjnë pjesë e forcës ndërkombëtare, e shtabit e forcës ndërkombëtare stabilizuese. Me dërgimin e këtyre forcave, pra këtyre oficerëve të shtabit në forcën ndërkombëtare stabilizuese, do bëhet vlerësimi dhe për angazhimin e trupave konkret. Dhe aty do jemi në gjendje pastaj të specifikojmë sa trupa do dërgohen dhe ku do dërgohen specifikisht dhe kush do të jetë misioni konkret që ata do të zhvillojnë. Në lidhje me zhvillimin e samitit NATO-s, siç e tha dhe sekretari Rute në konferencën për shtyp, që samiti do zhvillohet në Tiranë, është vendosur në Hag, nuk është vendosur në Ankara. Pra ka qenë një gjë e vendosur, ai commitment, pra ai angazhim nga Aleanca u mbajt. Tash në lidhje me angazhimin dhe lidhje me zhvillimin e samiteve, do të kemi parasysh që samitet vendosen nga krerët e shteteve. Organizata është organizuese e punës, por në fakt zhvillimin e samiteve e vendosin krerët e shteteve, ato që kanë drejt vendimmarrje brenda Aleancës. Samitet do zhvillohen në Tiranë, a do jetë në vitin 2027, a do jetë në vitin 2028, kjo është gjë që do vendoset nga Aleanca. Në moment që do bëhet e ditur data kur do zhvillohet samiti, aty do fillojnë edhe marrja e masave për angazhimin e tashmë kemi ngritur task force-ën, kemi parë një shembull shumë të mirë të zhvillimit të samitit të Ankaras së fundmit, cili ishte samit brillant, dhe do të shikojmë pastaj me momentin e vendosjes së caktimit datës edhe angazhimin e task force-s dhe të gjitha elementëve të qeverisë shqiptare për angazhim për zhvillimin e samitit, duke marrë masa konkrete për sigurinë, për transportin, për lokacionin, për gjitha gjërat që lidhen me zhvillosjen e samitit. E kam thënë dhe e rikthem, në samitin e Hagës u vendos që do shpenzoheshin 5%, samitin e Ankaras u diskutu konkretisht sa është masa, sa është arritur masa e zhvillimit të këtij 5%, që ai që mund ta them është që nga të gjitha shtetet anëtare ka një angazhim për përmbajtjen e asaj që është vendosur në samitin e Hagës, dhe samiti që do zhvillohet në Tiranë do jetë samiti ku do diskutohet konkretisht sistemet që janë marrë, vendosja e tyre apo niveli i sigurisë së përgjithshme të aleancës. Këto janë vendime që merren nga krerët e aleancës me vendosjen e datës do t'ja bëjmë me dije. Kjo sa për këtë dy vite. Faleminderit. Zoti Ministër Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar, Shqipëria ndonse është një nga vendet e antarësuar më vonë në NATO, ka angazhimin më të fuqishëm me trupa në misionet paqëruese në botë. Gjatë muajve të vitit kaluar ka patur një fushat të ndërmarrë nga Ministria juaj sa i takon rekrutimeve. Pse duhet njëri të rekrutohet pranë forcave tona të armatosura? Sot, sidomos edhe me miratimin e ndryshimeve në aktin normativ, vazhdon procesi i rekrutimeve. Ka një angazhim të jashtëzakonshëm sa i përket procesit të rekrutimeve, shifrat flasin qartë, është mbi 90% shtimi i kërkesave për të bërë pjesë e forcave të armatosura, për të rikthyer forcat armatosura. Forcat armatosura në radhë të parë janë krenari dhe dinjitet. Është një profesion i cili nuk lidhet thjesht me përmbushjen personale, por lidhet edhe me angazhimin që çdo qytetar shqiptar ka kundrejt Republikës. Është diçka që flitet pak, por thelbi ngelet i njëjtë. Ne jemi njerëz të lirë, por kemi një detyrim kolektiv ndaj shtetit tonë dhe kjo mos pari shikohet tek gjithë njerëzit në uniformë, jo vetëm te forcat armatosura, por tek policia shtetit, policia e burgjeve, te gjithë strukturat e sigurisë, janë ata që janë vit parë që shërbejnë me duke mbajtur mbi vete flamurin e Republikës, duke sakrifikuar jetën, familjen në shërbim qytetarëve. Besoj që mbrojtja në përgjithësi rikthehet në qendër të fokusit të vëmendjes, është një karrierë e cila është e mundimshme, por është plot lavdi si personalisht, por edhe përsa i përket gjithë qasjes kombëtare. Mendoj që fakti që ka një kërkesë kaq të madhe për të rikthyer në forcat armatosura, fakti që ka një kërkesë kaq të madhe për të bërë pjesë forcave të armatosura, dhe një pjesë shumë e madhe aty janë edhe vajza dhe gra, tregon që forcat armatosura tashmë kanë një ofertë të qëndrueshme me rritjen e pagave, me standardizimin e pagave, me rritjen e kushteve, shumë shpejt me miratimin e statusit, besoj që janë gjitha kriteret që qeveria shqiptare ka vendosur përpara të rinjve dhe të rejave shqiptare për ta konsideruar forcën armatosur jo vetëm shërbim ndaj dhëut, por edhe shërbim personal, për shkak gjitha benefiteve që ato kanë për shkak të këtij shërbimi. Besoj që këto fakte flasin vetë. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Kam kënaqësinë të ndaj në fakt lajmin që janë miratuar dy vendime shumë të rëndësishme, të cilat vijnë si propozime të Ministrit të Punëve të Brendshme dhe Kabineti Qeveritar gjykoi me rëndësi të miratohet së pari vendimi i cili përcakton masën, procedurat dhe rregullat për trajtimin ekonomik financiar për familjarët e punonjësve të policisë së shtetit
të cilët kanë humbur jetën për shkak detyrës, si dhe për shpërblimi dhe mbështetje që duhet të marrin të gjithë ato punonjës policie të cilët janë plagosur gjatë kryes së detyrës. Është një lajm i mirë për vetë faktin se në mënyrë shtërruese ky vendim trajton të gjithë elementet e nevojshëm si nga ndihma e menjëhershme që jepet në rastet ndaj familjarëve të punonjësve të policisë të rënë në krye detyrës, e cila shkon deri në 10 paga mujore bruto të punonjësit të ndjerë, më pas me pensionin familjar suplementar që përfitohet nga familjarët e punonjësit të policisë dhe bursa të plota arsimore si për sistemin para universitar, ashtu edhe atë të lartë për fëmijët e punonjësve, si dhe gjithashtu punësimi me prioritet për familjarët e punonjësve të policisë të rënë në krye detyrës, por ajo çfarë është më e rëndësishme dhe që rregullohet në mënyrë shumë të detajuar përmes këtij vendimi është dhe banesat falas për familjarët duke përfshirë bashkëshortët dhe të miturit e punonjësve të rënë në krye detyrës, të cilët përfitojnë banesa të ndërtuara nga enti kombëtar i banesave apo ato që vijnë nga zbatimi i projekteve të monitoruar nga korporata investimeve shqiptare, si dhe banesat të cilat janë konfiskuar nga krimi organizuar dhe administrohen nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuar. Kështu që kjo është një zgjidhje shumë e mirë, duke shfrytzuar të gjithë kapacitetet e nevojshme dhe hapësirat ligjore, përfshi dhe kthimin për qëllime shumë sociale, siç kjo që ne po përmendim, të pasurive të marra një herë përgjithmonë nga krimi organizuar. Unë mendoj që ky është një lajm i mirë për gjithë ato familjarë të martirëve të policisë, sidomos të miturve fëmijëve të tyre, dhe nga ana tjetër, një vendim tjetër shumë i rëndësishëm që u miratua sot është dhe marrëveshja e nënshkruar në fund të muajit qershor së bashku me homologun e Maqedonisë Veriut për pikat e përbashkët kalimit kufitar dhe kryen në mënyrë të përbashkët të veprimtarive mes autoriteteve përkatëse të kontrollit kufitar, duke përcaktuar procedura më të lehtësuara si për udhëtarët, po ashtu edhe për automjetet, kamionët, të cilët shkëmbejnë mallra mes dy vendeve tona, dhe kjo është një kontribut jo vetëm në rritjen e një turizmi cilësor në kuptim të procedurave të lehtësuara pa radhë, por edhe të një ekonomie më të fortë mes dy vendeve tona, duke qenë se përfitojnë dhe bizneset pikërisht nga kjo marrëveshje, e cila nga ky moment i çohet deri për dhe Parlamenti Shqiptar për miratim, për ratifikim. Megjithatë, ajo çfarë dua të theksoj është se ne do të fillojmë edhe nga komunikimi më i fundit që unë kam patur ditën e sotshme me homologun e Maqedonisë Veriut. Ne do të shfrytëzojmë periudhën deri në miratimin, në ratifikimin në Parlamentin përkatëse, pasi kjo marrëveshje nuk është ratifikuar ende as nga vendi fqinj, po ndjekin procedurat e brendshme, ne do të shfrytëzojmë periudhën e testimit pikërisht për të lehtësuar në praktik kalimet e lehtësuara të qytetarëve dhe të mallrave përmes këtyre pikave kufitare, të cilat janë pjesë e marrëveshjes. Zoti Ministër, ju folët për mbështetje të familjeve të rënëve në detyra, atyre që janë plagosur, por nga ana tjetër një problematikë që po ashtu shqetësuese mbetet për sa i përket pagesës së orëve shtesë të policisë. E kam bërë një herë këtë pyetje për një prej kolegëve tuaj në qeveri, por nuk pata një përgjigje konkrete. Kur do të marr fund, le të themi, pagesa e plotë e orëve shtesë të punonjësve të policisë, pasi më rezulton që ka shumë probleme ende me pagesën e këtyre në orëve, pra që i kanë në detyrë, por shtesë. Nuk janë marrë ende pagesat. Kur do të marrë fund ky problematik për të gjithë punonjësit e policisë? Faleminderit. Ka dëgjuar vazhdimisht këtë çështje, por për hiç vërtetës nuk ka, edhe nëse administrojmë regjistrat e llogarive financiare në nivel deri në nivel komisariati, pa nuk ka shqetësime të tilla që ngrihen, përkundazi ka patur në raste caktuara për shkak të vështirësive në punë dhe trajtim suplementar, pra shpërblime për punonjës policie të angazhuar në menaxhim të situatave të caktuara, dhe nuk ka asnjë lloj pretendimi, kjo edhe i faktuar, i dokumentuar për vonesa të orëve shtesë. Sigurisht në mënyrë kumulative ato mblidhen dhe administrohen dhe i ofrohen çdo punonjësi i cili sipas gjithë proceset verbale përkatës është dokumentuar që ka marrë pjesë në turne shtesë, në angazhime për qëllime të ndryshme, kështu që nuk më rezulton
në momentin që flasim të ketë diçka të tillë të qëndrueshme. Zoti Ministër, Fiorella Beleshja 2 CNN. Ditën e nesme është paralajmëruar një protestë përpara parlamentit dhe duke referuar praktikave apo edhe çfarë ka ndodhur në protestat e tjera, ka patur akuza jo vetëm nga protestuesit apo nga opozita, por edhe nga organizata ndërkombëtare këtu në vend apo organizata të tjera, të cilat sipas tyre sjellja e policisë ka qenë jo proporcionale për sa i përket reagimit të qytetarëve. A ka një reflektim nga ana e policisë për sa i përket reagimit ndaj protestës së qytetarëve pasi ditën e nesme është thirrur një protestë madhe ku të gjithë do të jenë përpara se ju të hynë në seancë plenare. Faleminderit. Atëherë, nëse do të thonim dhunë nga forcat e sigurisë dhe jo proporcionale, jemi në vend ku pak metra më tutje në këtë shtet proporcionaliteti shkonte deri në fatalitet, ku njerëz pafajshëm janë vrarë për shkak se protestonin dhe ende sot nuk është bërë drejtësime për ata njerëz dhe familjarët e tyre. Kështu që ne duhet jemi shumë të arsyeshëm në atë çfarë pretendojmë. Faktet janë të administruar dhe nga ju si media, ku jo vetëm punonësit e policisë janë dëmtuar për shkak se kanë qenë duke bërë detyrën për garantimin e sigurisë. Kjo shumë e nevojshme edhe për vetë protestuesit në ushtrimin e drejtës tyre paqësore, por sigurisht duhet ndajmë mes atyre që ushtrojnë një drejtë kushtetuese për të reaguar në mënyrë paqësore dhe dikujt tjetër të pakt, të cilët janë dokumentuar, janë procesuar dhe ndjekur penalisht nga Policia e Shtetit dhe Prokuroria. Kemi patur dhe masa të konfirmuara dhe nga gjykata, bazuar në gjithë evidencat, përfshi dhe ato materiale audio, video të ofruar dhe nga mediat, ku për fat keq ka patur jo vetëm punonjës policie të goditur, por ka patur edhe punonjës të medias, gazetar, kolegë tuaj, operator, të cilët janë intimiduar, janë sulmuar, konfrontuar nga protestues të dhunshëm. Dhe kjo është fakt. Kjo është fakt publik, e kanë parë të gjithë. Prandaj unë mendoj që nëse ka diçka që të gjithë duhet bien dakord, është që sjellja e policisë shtetit përgjatë gjithë këtyre ditëve që ka qenë protestat, me gjithë provokimet, me gjithë gurët e hedhur, me gjithë akuzat, me gjithë baltën, e bërë në çdo qosht, në çdo media, në çdo rrjet social, kudo që ka qenë hapësira e mundshme, sjellja në fakt ka qenë shembullore. Kurrë më parë nuk kemi parë një sjellje kaq të matur, duke ushtruar durim, vetëpërmbajtje, edhe ndonse u është dashur të përballen me dhunë fizike nga protestues të caktuar. Do të vijojnë kështu. Policia e Shtetit është aty për të zbatuar ligjin dhe për të garantuar sigurinë, përfshi edhe për protestuesit të cilët në drejtën e tyre duan të dalin të protestojnë paqësisht. Por patjetër nga ana tjetër, ato kanë edhe gjithashtu detyrimin të procedojnë çdo kënd që shkel ligjin për agjendat caktuara. Zoti Ministër, cila është nevoja që pasi të jetë prangosur një prej protestuesve, qoftë ky i dhunshëm, pasi është prangosur, cila është nevoja që të goditet me shkelma apo me grushta dhe me shkopingomen nga ana e punonjësve të policisë, pra çka sa ju e konsideroni sjellje shembullore? Sjellja shembullore e policisë shtetit është e marrë në tërësi. Sjellja shembullore e policisë shtetit është e marrë në tërësi për gjithë kohën që janë zhvilluar protestat dhe nuk ka pas eskalim për shkallëzim të sjelljes apo dhunë policore në kushtet ku realisht do të ishin revoltuese jo vetëm për pjesëmarrësin në protestë, por për çdo kënd tjetër. Kështu që kjo është fakt. Kjo është e pakundërshtueshme. Pastaj nëse merremi me situata të caktuar ku demonstrohet vetëm një fragment i një episodi të caktuar, duke shkëputur nga konteksti, ku luhet shumë mirë dhe me imazhet e montuar në rrjetet sociale. Dhe më pas del provohet që në fakt ajo çfarë u shit si një kauzë e dhimbshme ishte qartësi një person i cili shkelte në mënyrë flagrante ligjin, dëmtonte punonjësin e policisë shtetit, dëmtonte pasurinë e përbashkët. Makinat, mjetet e policisë shtetit janë mjetet të paguar nga taksapaguesit shqiptar. Të intimidosh deputetët e Parlamentit shqiptar, të sulmosh ata, pse po shkojnë të bëjnë detyrën e tyre, kjo nuk ka të bëjë me demokracinë. Dhe çdo punonjës sigurie ka detyrimin ligjor, pikërisht garantohet çdo kënd tjetër, ashtu siç edhe vetë protestuesit ta ushtrojnë drejtën e tyre kushtetuese në mënyrë paqësore, por nga ana tjetër çdo kënd tjetër, çdo zyrtar, përfshi dhe deputetët që të kryejnë detyrën e tyre ka shi besimi që është dhënë dhe përgjegjësitë që është dhënë nga vetë qytetarët.
Okej, shumë faleminderit.